Përshëndetje për gjithë. Këj shkurt, po besoj është epilogu njëjtë, gjithmonë me dështimin e opozitës e cila refuzon me morë pjesë në votim. Pro, so për sqarim, nuk jemi këtu për me votu Albulenën, po pa mundësot korumi për zgjedhjen e një komisioni zgjedhor, që pastaj me vazhdu me votimin e fshet, të cilin në mundëson gjykota kushtetuese. Të votimi i fshet, ju e dini që AK ka dërgu një ankes në gjykotë kushtetuese, edhe po besoj që na po presim një përgjigje sa më shpejt gjykotës në rrethonat që jemi, që me ditë me dhonë udhë kësaj pjese, edhe po besoj që janë parësyshme, edhe është absurde, me mojt komplet shtetin pezull, për shkak se s'dojnë me votu për një komision zgjedhor, parti politike që kanë votu gjykota speciale, kanë votu zajednica, ata që ka dolë në udhë, komisioni zgjedhor e Albulena. Po menoj që duhet me i thirë mendjes, menoj që ko hapësirë ende, na i kemi ofru alternativat tona, kemi ofru votim të hopër, kanë refuzu votimin e fshet, asë që morin pjesë, kemi ofru pako në kryetor, bashkë me kryetorin, kanë refuzu, kemi ofru marrëveshje politike, dolin të një na i dhnu. Unë e kuptoj, në politike, në fushot, ju e dini që është përsohet gjua, Denkles por, 2/3 i dhnuat njeri, po një lider partjak, me thonë jam i dhnuon edhe rrjedhëmisht këtë shteti me mitë pezull, është gabim, për shkak se na mendojmë që prap ofertën që është bo nga kryeministri me LDK-n ka qenë një ofertë sinqert ku kena mujt me i dhonë udhë dhe sot mës më mbledh këtu të blokuar. Por prap po thamë, Denkles treta arsyetuohet i dhimi, Masles tretës lider të partjak du me dollë për mi vetën. Sidomos kur po flasim për një parti që thirrët me qenë institucionaliste. Është ajo që e blokon institucionin për shkak se lideri partjak qenë ka i dhnu. E që ju e dini që këtë ato fjollë s'kanë qenë s'kanë post as pak të baj me të. Kështu që kjo është përmbledhje na vjen shumë keq, por megjithatë ofertat e shumta që kanë orë për neve, po besoj kemi ofru mjaftu shumë alternativa për me dollë për këtij bllokimi, edhe po vim për çojmë dorën për ata asë që morin pjesë. Kështu që kur thojnë ata, jemi orë këtë, do të me shku me i pytë, pse po veni nëse nuk merrni pjesë në votim. Kur shantazhohet, dikush do të me shku me denoncu në prokurori. S'pe di për shka po flesti. Veç ta mbaron në falë. Nuk e di përbes për shka po fletë, nëse u shantazhu dikush janë organet e drejtësisë që mirën me ta. Nëse unë s'jam rrjedha për shka po flesti, unë në ham falë. Cilët janë deputatët e LDK-s të cilët vetëvendosja, zyrtarët e vetëvendosjes, ose edhe ndërmjet si që quajnë, i ka kontaktu vetëvendosja për me bashkëpunu me lidhjen me vetëvendosjen, edhe çështja e dytë po insistoni në votimin e fshat në emrin e kryetarës propozuese në fakt në kryetarës të vendit, a keni një opsion tjetër që më ndërheq prej votimit fshat, po parasysh nëse nuk gaboj është era 14. Pora, pyetja ke me qenë se s'po dëgjoj, cilët kanë deputet që i kemi kontaktu. Na kemi quë edhe letër, ofertë LDK-s komplet partisë për me bo një koalicion. Kështu që nëse ko diskutime mes deputetëve, kjo është krejt normale. Por na i kemi bo ofertë komplet partisë për me bo një aleancë ku kemi mujt me shku për para, me post një qeveri stabile për 4 vite, por LDK-ja po thot nuk mundemi pa PDK-n. Tash na do të me bo pyetjen, po tash komunikimin mes deputatëve ndodhin gjatë gjithë kohës, po besoj kjo është ilegale. Pyetja e dytë, për me bashkëpunu, po. Pyetja e dytë po të bëjmë me votimin e fshatit, dhe sa keni me vazhdu me insistu votimin e fshatit, po parasysh është era 14. Po, votimi i fshat është dështu për shkak të opozitës. Tash pyetja do mbyllo opozitës. Ata vinë as nuk morrin pjesë në votim. Jo dini që gjykimi i gjykatës kushtetuese thotë që do të marr pjesë në votim. Do thotë këta janë të vepru në mënyrë antikushtetuese. Rrjedhimisht, pyetja do të më bëhet atyne, pse po e bllokoni zgjedhjen e një komisioni. Edhe një herë, na nuk jena as të Albulena. Na jemi të zgjedhja një komisioni zgjedhor që ata refuzojnë me marr pjesë. Pse mos me bo këtë proces, me shku deri në fund, ne të bëhet votimi i fshat, pastaj e shohim, po këta po refuzojnë me procedu,
me një proces që është komplet ligjor edhe që ne mundson edhe vetë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Për atë pjesë, mundi me pyet Haxhi Avdylin, po besoj që na vazhdojmë me diskutu me gjithë deputetët për me mujt me dol për këtij bllokimi dhe po besoj që do të më poni unë pozitive kësaj që na përfojmë edhe alternativa, edhe diskutim me dol për këtij ngërçi. Do thotë kjo pjesa e bllokimit, edhe mundi juaj që do të më paraqit çdo 48 orë është për shkak të një bllokade që po vjen nga opozita, të cilët e pamundësojnë edhe zgjedhjen e një komisioni zgjedhor, të cilët refuzojnë me votu edhe me votim të hapur Albulenën, e të cilët kanë votu Zajnisën Vučićit, ja kanë votu gjykatën speciale Serbisë, e tash të vinë ankuan për Albulenën. Unë po besoj që ata kanë ankesa tjera, megjithatë na jemi konstruktiv dhe vazhdojmë me bëu thirrje që me dol për këtë ngërçi edhe me votu kryesin komplet, si pako që kemi ofruar, edhe vazhdojmë pastaj me afotat e qeverisë. Faleminderit shumë.